A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, për ti falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavatet dhe selame qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën për mbar botrat. Selame qofshin për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin në rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit. Jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të Xumas. Unë, udhëheqësi i emisionit, Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Mysafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Xhevxhet Efendi Asani, imam dhe hatip në xhamin e fshatit Maja e Zes. Hoxhë i nderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës Këshilla e Xumas. Tema e sotme që do të elaborojmë së bashku me hoxhën e nderuar është mirënjohja ndaj mirësive të Allahut xhalleshanuhu wa xhalla xhelalu. Hoxhë i nderuar, si për fillim, çka mund të na flitni në lidhje me këtë temë, ndaj mirënjohjes, ndaj mirësive të Allahut xhalleshanuhu wa xhalla xhelalu? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimet, lavdërimet i takojnë të madhit Allah. Salavatet, lutje, dua tona qofshin me Muhammedin alayhi salatu wassalam, bi familjen e tij të ndershëm, bi shokët e tij besnik dhe bi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. I nderuari Hafiz Efendiu, Irfan Efendiu, siç e cekët edhe ju se tema e sotit do të jetë mirënjohja ndaj Allahut azza wa jall. Se kjo temë është themeli çdo zemër të pastër të një besimtari ndaj mirësive të Allahut azza wa jall. Dhe nëse ne si besimtar, si musliman, e kuptojmë këtë cilësi dhe e përjetojmë në jetën tonë, në jetën tonë, atëherë do të ndjejmë lumturi, kënaqësi, harmoni në jetën tonë dhe do të kemi raporte më të mira me Allahun azza wa jall. Do të kemi lidhje më të mira me kryesin tonë. Kjo është ajo. Dhe sa Allah azza wa jall në shumë ajete kuranore ka përmend falënderimin duke thënë shukr, që i bën në gjuhën tonë ta kuptosh të mirën e Allahut azza wa jall. Ta kuptosh të mirën e Allahut azza wa jall dhe ta falënderosh Allahun azza wa jall me çka? Ta falënderosh Allahun me zemër, me gjuhë dhe me vepra. Këto janë tre pikat e para që çdo besimtar duhet t'i bëjë. E para se duhet të jetë me zemër, se çdo besimtar ta di shumë mirë se çdo mirësi dhe begati që e ka prej Allahut azza wa jall, ta di se ajo mirësi është prej Allahut. Dhe jo prej askujt tjetër. Dhe dita duhet të jetë se njeriu duhet ta falënderojë Allahun azza wa jall duke thonë elhamdulillah. Për çdo mirësi që i vjen nga Allahu, duke thonë elhamdulillah, falënderimi të kanë vetëm ty ya Rab. Kështu duhet të thotë. Dhe e treta, nuk mjafton vetëm në gjuhë. Dhe nuk mjafton të thuash vetëm elhamdulillah. Atë duhet ta shndrosh edhe në vepra. Pra, nëse Allah azza wa jall të ka dhënë ndonjë mirësi apo begati në jetën tënde, atë duhet ta shfrytëzosh në mirësi, pra duhet ta shfrytëzosh atë nëse Allah azza wa jall të ka dhënë ndonjë pasuri duke ndihmuar të varfër. Nëse Allah të ka dhënë Allah ndonjë dituri, duhet ta shfrytëzosh atë duke i mësuar edhe të tjerët. Pra nëse ndalmi disa çaste dhe mendojmë se Allah azza wa jall ana ka dhënë ndonjë mirësi dhe begati në jetën tonë, jemi të mbushur me mirësi dhe begati të Allahut azza wa jall. Dhe sa Allah azza wa jall e përmendi edhe në surën e Ibrahim, që ka përmend la in shakartum wa la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi la shadid. Nëse më falënderoni mua, unë do t'ja shtoj të mirat e juve. Por jo, nëse i përmbusni ju ato të mirat dhe nuk jeni falënderues ndaj mirësive të mia, dini mirë se dënimi im është i vështirë. Kështu na thot Allah azza wa jall. Dhe na ka treguar kështu se çfarë dënimi ka. Po ashtu Allah azza wa jall na ka përmendur edhe në surën An-Nahl, wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Dhe nëse do të mundoheni të numëroni mirësitë që kam dhënë në juve, nuk do të mund të arrini ato. Të mirësitë e Allahut janë të pakufizuara. Pakufizuara, të sa duhesh mundo të numërosh. Të ndalësh dhe të mendosh Allah ta ka dhënë ti syrin që të shikosh. Ta ka dhënë gjuhën që të Allahun ta falënderosh. Më e rëndësishme ta ka dhënë edhe mendjen që të mendosh, meditosh.
Dhe se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me një hadith ka thonë, besimtari ka dy begati. E vlerën ative dy begative nuk e din. E para që është, e ka shëndetin. Allah ta ka dhënë shëndetin, po mirë, po besimtari nuk di ta shfrytëzojë ata dhe nuk e din vlerën e asaj, se çfarë vlerë ka. Dhe e dyta është koha e lirë. Të ndalmi disa çaste, nderuar Hafës, të ndalmi disa çaste dhe të mendojmë se në këtë moment sa njerëz janë në spital. Sa njerëz janë në këtë moment në spitale, se çdo sent kishin dhënë, të gjithë pasurinë e kishin dhënë vetëm për ta shfrytzuar edhe në ditë. Apo sa të afërmit më nuk e kemi afër. Dhe çdo sent kishmi dhënë vetëm për ta përqafuar edhe një herë. A nuk është ashtu? Pra kështu është besimtari duhet t'ia dijë vlerën para se ajo t'i merr. O gjeneror, a mund të na cekni disa shembuj të cilët kanë të bëjnë në lidhje me mirësitë e Allahut xhashana? Ka disa prej njerëzve të cilët i njohin mirësitë e Allahut, por ka edhe disa njerëz të cilët nuk i dinë ata mirësitë e Allahut xhashana. Mund të na tregoni disa shembuj? Pra i nderuari Irfan Efendiu, siç e theka edhe më lart se njeriu së pikë së pari duhet Allahun ta falënderon me zemër. Kjo është më e rëndësishme. Se çdo sa që ka ardhur, ta dië se ajo mirësi është prej Allahut azza wa jall. Dhe sa Allah azza wa jall e cekë edhe ngjarjen e Karunit. Njëri që ishte prej popullit të Musait alayhis salam. Që Allahu e mbuloi me mirësi dhe begatitë e tij. E mbuloi me mirësi dhe begatitë e tij. I dha një pasuri të madhe Karunit. Dhe mirë po Karuni nuk ishte falëndërues ndaj Allahut azza wa jall. Nuk ishte Karuni falëndërues ndaj Allahut azza wa jall. Ishte mos mirënjohës. Mos mirënjohës ishte. Ashtu. Dhe njerëzit përreth që ishin edhe i thanë, o Karun, mos u gozo shumë. Mos u gozo shumë. A nuk e din se Allah nuk i nda ato që mburën? Sepse Karuni nuk ishte mirënjohës ndaj mirësive të Allahut azza wa jall. Dhe Karuni këtu e bëni një gabim dhe tha një fjalë. Dhe tha, këtë pasuri unë e kam fituar me diturinë time. Këtë pasuri unë e kam fituar me diturinë time, me ndjersën time dhe si do unë e shfrytëzoj atë. Dhe shifni, Allah azza wa jall ja dha një dënim që Allah ja rrezoi në tokë bashkë me sarajin e vet që ishte Karuni, rrezoi në tokë bashkë me atë pallatin që e kishte Karuni dhe e shembi me gjithë atë pasuri që e kishte. Me gjithë atë pasuri që e kishte Karuni. Për shkak të këtyre lartësisë së tij. Ishte jo mirënjohës ndaj mirësive të Allahut. Dhe Allah azza wa jalla e la për të gjithë popujt që do të vinë, ishte kjo një shembull për edhe për neve, që ne nuk jemi mirënjohës ndaj mirësive të Allahut azza wa jalla. Edhe e dyta siç e theka, Allah azza wa jalla na ka thonë që të falënderojmë edhe me gjuhë. Pra duke thonë elhamdulillah, siç ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, fjala më e dashur tek Allah azza wa jalla është të thuash elhamdulillah. Falënderimi të takon vetëm ty ja Rab për këtë mirësi. Dhe e treta dhe elhamdulillah nuk mjafton, siç e theka edhe më herët. Duhet ato ta shndrosh edhe në vepra. Nëse të ka dhënë dituri, mësoj edhe të tjerët me dituri. Nëse të ka dhënë shëndet, bëj vepra që Allah është i kënaqur me ato. Bëj ibadete që Allah ta ka bë obligim të i bësh ato ibadete. Shfrytëzoj pasurinë. Allah ta ka dhënë pasurinë. Shfrytëzoj edhe atë pasuri duke i ndihmuar të varfërve, duke dhënë sadaka, duke dhënë zakatin që Allah ta ka bë obligim. Nëse ndalmi pa, unë e përmend edhe Karunin, që nuk ish mirënjohës, dhe sa Allah e përmendë në Kur'an. Mirë po Allah ka përmendë edhe pejgamber, që i ka sprovuar ndonjëherë me të mirë, po ndonjëherë i ka sprovuar me ndonjë të keqe. Mirë po gjuha e tyre kur njëherë nuk ka thonë, pse Allah ma boni këta, që mos t'jem mos mirënjohës. Ata qofshin edhe në hidhërime, qofshin edhe në pikëllime, qofshin edhe në gëzim, ata çdo herë ishin falënderues ndaj Allahut. Ashtu falënderues ndaj Allahut azza wa jall. Si shembull Allah. Mund ta na tregoni ti se? Allah azza wa jall na ka treguar Sulejmanin alayhis salam. Që Allah i dha shumë mirësi dhe begati, i dha shumë sundim me Sulejmanit alayhis salam. Dhe kur i pa Sulejmani alayhis salam këto mirësi dhe begati, dhe u ndal dhe mendoj tha, kjo është një provë për mua. Allah po mos provon mua. Sa do të jem falënderues ndaj Allahut azza wa jall për këto mirësive që Allah po më jep, apo do të jem mohues. E kemi edhe Jubin alayhis salam, që Allah azza wa jall e sprovoi me një sëmundje të rëndë me vite të tëra. E kemi Jubin alayhis salam, që Allah e sprovoi duke ia marrë fëmijët një nga një. E kemi Jubin alayhis salam, që Allah azza wa jall e sprovoi me pasuri, duke ia marrë pasurinë të gjithë. Me humbjet e pasurisë, ja morë të gjithë pasurinë.
Mirë po, prej gjuhës të Jubit a.s. kur njëherë nuk u ankua tek Allahu azza wa jall. Dhe gjithmonë gjuha e tij thotë elhamdulillah, falënderimi të takon vetëm Ty. Mirë po, pas disa vite të tëra, Ejubi a.s. e bën një dua madhështore tek Allahu azza wa jall. Dhe i thotë: O Allah, mua më ka kapluar një e keqe, por Ti je më mëshirues i mëshiruesve. Kështu e boni duan. Dhe se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në ka porositur edhe me një hadith, thot çudi është me besimtarin. Se gjithmonë është fitimtar. Gjithmonë është fitimtar, besimtar. Kur Allah jep ndonjë të mirë, ai din ta falenderojë atë për atë të mirën, dhe ajo është mirë për to. Ka është problem të Allah. Ka është problem tek Allahu azza wa jall. Mirë, po ndonjëherë Allahu azza wa jall e sprovon me ndonjë që ai nuk është i kënaqur, mirë, po ai falenderon prapë Allahun azza wa jall. Edhe ajo është mirë për to. Edhe në atë aspekt aty ka është problem. Por kështu gjithmonë përdorimin të cilën. Gjithmonë është besimtari i fitimtar dal. Dhe ai gjithmonë gjen rrugën si ta lavdëron Allahun azza wa jall. Nëse Allah e sprovon me diçka, a thot, po Allah ma ka dhënë edhe një të mirë tjetër. Por gjithmonë njerëzit janë gjithmonë e falenderojnë Allahun veç kur i jep ndonjë të mirë. E falenderojmë veç Allahun kur Allah i jep ndonjë të mirë. Po shpesh e harrojmë Allahun azza wa jall kur Allah dën janë sprovon. Por mos ta harrojmë se mirënjohja më e mirë tek Allahu azza wa jall është kur Allahu të sprovon me diçka dhe ti bën dorim. Kjo është mirënjohja më e mirë tek Allahu azza wa jall. Pra të ndalmi pak dhe të mendojmë si ta falenderojmë Allahun azza wa jall. Pra kështu duhet ta falenderojmë. Nëse duhet ta mendosh ato, kështu duhet ta falenderojmë Allahun azza wa jall. Hoxhë nderuar, si ta rrisim ndjenjën e mirënjohjes ndaj mirësive të Allahut xhaleshanu xhalal. Duke falenderuar, së pari duke falenderuar Allahun azza wa jall çdo ditë për mirësitë dhe begatitë që t'i ka dhënë. Në momentin që zgjohesh ti në herët në mëngjes, duhet ta falenderosh Allahun azza wa jall, falënderimi do ta takon vetëm ti, ja Rab, që më mundësova edhe këtë ditë të zgjohem, edhe më mundësova që edhe një herë të shoh me sytë e mi, dhe më mundësova që ta marr ajrin tënd që më ka lejuar. E para duhet të jetë kjo. Dhe e dyta duke i parë ato që janë më pak prej teje, që kanë më pak prej teje, që janë më të ulët prej teje. Siç na ka porositur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot shikoni ato që janë më ulët prej juve dhe mos e shikoni ato që janë më lart prej juve. Kështu që përbuzja ndaj të mirave të Allahut azza wa jall do të jetë më e rëndë. Pra njeriu kur ta shikon ndonjë që ka më pak pasuri, thot më mjafton kjo pasuri. Mirë, po nëse e shet ndonjë pasunik, ndonjë të pasur, kur njerë nuk do të jesh i kënaqur me ato që ta ka dhënë Allahu azza wa jall. E kemi Imam Gazaliun si shembull për këtë. Imam Gazaliu një ditë i të bojnë nxënësit e vetë, talebët e vetë, dhe i tha, shumica e njerëzve nuk i dinë dhe dhuratat mirësitë e Allahut azza wa jall. Përderisa Allahu t'ia merr ata. Përderisa Allahu t'ia merr ata. Është një fjalë e shkurtër, por me domethënie të madhe. Nëse ndalmi pak mendojmë te kjo fjali, çdo herë njeri përderisa i ka çdo njeri prindër i gjallë, nuk ja din vlerën e prindërit të vet. Nuk din ta respekton prindërin e vet ashtu siç është. Por në momentin që ato kalojnë në botën tjetër, dhe ai në momentin thot, sa kur ta kishëm pas babën gjallë, si kur ta kishëm pas nënën time gjallë, veç në një herë ta përçafoj. Apo një njeri që e ka pasuri, që Allah i ka dhënë pasuri, ai nuk e kupton atë vlerën e pasurisë përderisa ta humbas ato. Dhe si ka porositur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shfrytëzojeni pasurinë përpara se të vijë farfaria. Apo shëndetin do kush e ka shëndetin, mirë po nuk din ta shfrytëzoj ato derisa ta humbas ato. Edhe për këtë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na ka thonë, shfrytëzojeni shëndetin përpara se t'ju kaplojë sëmundja. Dhe një sëmundje. Dhe kështu që Imam Gazaliu i të bëjnë nxënësit e vet dhe tha, hajde ta kuptojnë se çka është falënderimi ndaj Allahut azza wa jall. Si është falënderimi ndaj Allahut azza wa jall? Dhe pikë së parë shkuan në një spital. Dhe i vizituan të gjithë të sëmurit që ishin atje, që kishin probleme shëndetësore. Dhe pasi dulen prej aty, i thanë nxënësve të vet, a keni a mund të shikoni? Ke një bekim të madh për ata. A mund të flasësh dhe të dëgjosh? Edhe ajo është një bekim të madh. A mund të ecësh dhe të punosh? Edhe ajo është një bekim i madh tek Allahu. Mirë po thot njeriu i ka të gjithë këto mirësi, të gjithë këto begati i ka dhe nuk din ta falenderojë Allahun azza wa jalla ashtu siç duhet,
Dhe pastaj e morën rrugën dhe shkuan në një burg, që i paon shumë të burgosurit. Dhe pas i dolën prej atij dhe i tha nxënësve të tyre, i tha, tash e kuptojnë këto vlerën se çka do të thonë liria. Dhe i tha një fjalë atij. Tha, i sëmuri e kupton në vlerën e shëndetit. I burgosuri e kupton në vlerën e lirisë se çka do të thonë liria. Po njeriu, thot Imam Gazaliu, njeriu më i mençur është ai njeri që Allah ja ka dhënë të gjitha mirësitë dhe e kupton vlerën përpara se Allahut ja marr ato. Kështu është ai njeri më i mençur. Dhe e ceki ajetin që e ceka në fillim të ligjëratës. Wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi lashadid. Nëse më falënderoni, unë do t'ju shtoj të mira. Po nëse i përmbuzni të mirat e mia, dije se dërimi im është i vështirë. Kështu na ka drejtë Imam. Hoxha ndero, pasi që jemi në minutat e fundit të emisionit, cili është mesazhi juaj për teleshikuesit e TV Muftenisë dhe ndëgjuesit e Radio Vatit? Mesazhi im do të ishte ky, se çdo njeri, çdo besimtar duhet ta falënderojë Allahun Azza wa Jall, sepse në mirënjohje të Allahut Azza wa Jall njeriu do të ketë bereqet. Do të ketë dashuri ndaj Allahut Azza wa Jall. Do të jesi i kënaqur me ato që Allah do të jap. Dhe nuk do ketë stres apo zeli ndaj të mirave të Allahut Azza wa Jall. Pra mirënjohja është kjo. Dhe një zemër që është e mbushur me falënderim te Allahut Azza wa Jall, ajo nuk di të hakohet Allahut Azza wa Jall. Dhe dashuria ndërmjet tij dhe Allahut Azza wa Jall do të jetë më ndryshe më e madhe tek Allahu Azza wa Jall. Për ta lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu na bëj prej atyre që falënderojnë Allahun Azza wa Jall shpesh, nuk e harrojnë Allahun Azza wa Jall edhe aty kur janë në momente më të vështira. Edhe aty kur janë në momente më të vështira nuk e harrojnë Allahun ta falënderojnë. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu na shtojë të mirat e tona dhe ta na ruajë nga mosmirënjohja. Pra lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu na bashkon në xhenetin e tij të përjetshëm. Amin. Hoxha nderor, Allah ju shpëleft për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftenisë dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Allah ju shpërbëj për ftesën edhe një selam aleikum. Aleikum selam, falëndet. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftenisë dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu është fundi i këtij emisioni ku mysafir kishim Hoxhën e nderuar Xhevxhet Efendi Hasani. Deri në emisionin e radhës min beçi dhe Allahu pranoft të gjitha lutjet dhe ibadetet. Assalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh.